sidomos këto vitet e fundit, dasmat janë bërë shumë trend i madh. Do shta edhe është kjo e rrjeteve socialeve që po bëhen virale dhe përjepin shumë vëmendje mandena e dasmave, e rregullimeve, që është një fluks tepër i madh i punës. Sidomos këto vjet e fundit. 2 herë nditje bën vaki që vinë dhe rregullohen për mëngjes dhe për mbrëmje, për një event, për të njëjtin event. Në sa ora duheni me fillu punën verës? Sezona zakonisht fillon 4 mëngjes, 3 mëngjes. Si ja bëni më Ilena? Ja dalim. E kena energjinë, është një energji shumë e mirë, ndoshta fluksi i madh i punës, njerëz shumë. Deri në çfarë ora atëherë punoni në sezonin? Deri në 6-7 mbrëmje. Ditë natyror do të thotë punojmë intensiv. E çfarë ndodh me këto nuse të cilat preferojnë me u bë gati në orën 3 në mëngjes? Po veç kur fillon dasma po më. Dasma fillon ndoshta në 10 ose 9, nuk po e di sakt. Po rregullimi vonon 3 orë deri në 3 orë gjys. Një person merr kohë për mu rregullu. E kështu të mbesim, prapse prap deri në 6 e gjys që aty janë. Cilat janë? Më falë ndarë, më ka thirrë një shef të Amerikës që ka me orë në Kosovë, janë shqiptarë po jetojnë atje. Do ishim organizu një running club me dasëm, një shti dhe me thonë dasmort me vrapu, e për bëjsim trend në Amerikë, e me qatë ekipen që organizoj, më ka do këshim interesant. Shumë mirë. Like, me ndru trendin, like, nusja, a kom fjallin më njës, me postu një running club, like, community. Jënë të uarë dhe të huj me bodarës ma këtu. Vitën e kaluar 3 kanë qenë, se kemi qenë vetë të involvum në organizim mikpritje, 3 në përvende që çuditesh, të më thonë, njëna për ty në ka qenë në Pakistanit, një familje elit që kanë, të më thonë, pare. Nuk e dijen këto çështjet e këtyre sportistave, për shembull muzikantave që i kena ndërkombëtare dhe ka fillu me hyrë. Realizoni dasëm të madhe se Albanian ka fillu me hyrë në trend. Se është ma lirë, po ka dhe vende tjera që në të lira, mirë po në termi jonë si shqiptarë. Imazhi iritaores Dua Lipës e shumë tjerëve, po edhe kjo dora e fortë që i ka dhënë Drake krejt simboleve tona e ka internacionalizu shumë a shumë vendin tonë edhe po Kosto unë mendoj që është një prej faktorëve kryesor. E dim edhe tek fustanat e nusërisë, arsyeja pse kemi shumë njerëz të huaj që vinë në Kosovë është Kosto. Më mirë vërtet. Edhe Kosto edhe kena si artista. Po veç elita, kur flasim për një familje elitare nga Pakistani që vjen me realizu një dasëm në Kosovë, pastaj nuk s'kemi mo me folë për Kosto, se o paradoksale, ata kanë mjaftu shumë pare, sa me organizu një dasëm ku do në gjdo vend. Ne, po shpresojmë shumë që ka kontribu imazhi i artistave, sportistave dhe ambasadorëve tjerë që njerëz me orë me uafru këtë vend vogël që i duhet në mbështetje shumë e madhe. Një për partnerave tonë ka marrë pjesë për herë të parë një histori me stand në një panajër të tillë të dasmave në Itali, që është më i madh në botë. Edhe janë çudit shumë për atyne që janë organizatorë, kur e kanë pa Kosovën, që po ofron organizim dasmave në Kosovë. Veç edhe dasma shqiptare janë të vogla. Ato janë ndërlidhur shumë gjona, prej, domethënë, punës tënde, make-up, veshjeve, dizajnit, si jena njerëz bukur, natyrës, këshimit, edhe kjo shkon deri te Dua Lipa, domethënë ta përmend kështu.